Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Maqedonia e Veriut ul nivelin e vdekshmërisë foshnjore. Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu njoftoi për një ulje me 87% pas raportit më të fundit të UNICEF. Qartësi tregojnë se norma e vdekshmërisë tek të posta lindurit brenda më pak se një dekade është ulur me 87% ose nga 8.1 në 1.1 raste vdekjeje për 1.000 lidhje të gjalla në shtetin tonë. Ndërsa norma e vdekshmërisë tek fëmijët nën 5 vjeç është ulur me 75% nga 11.1 në 2.8% në 2.8 për 1.000 lindje të gjalla në shtetin tonë. Sipas të dhënave të paraqitura nga Aliu, ulja e numrit të këtyre vdekjeve është fruti i reformave të vazhdueshme sistemore në vend, por dhe rezultati i bashkëpunimit të institucioneve vendore me organizatat ndërkombëtare. Bashkimi Demokratik për Integrim kërkoi nga institucionet të publikojnë listën e kompanive përfituese nga kredia hungareze prej 200 milion eurosh. Partia thekson se nuk ka transparencë për mënyrën e shpërndarjes së fondeve dhe përfituesit konkret. Nga BDI thonë se sipas të dhënave të enti shtetëror të statistikave, prodhimi industrial ka rënë me 9.4% në janar krahasuar me të njëjtin muaj të vitit kaluar. Ky është një tregues i qartë se mbi 200 milion euro nga kredia hungareze nuk kanë dhënë asnjë efekt në zhvillimin ekonomik të vendit. Përkundrazi, ende sot nuk ka transparencë se si janë shpërndar këto mjete dhe kush janë përfituesit e tyre. Për më tepër, të dhënat tregojnë edhe një rënje prej 3.6% të numrit të punësuarve të sektorit industrial, një sinjal alarmi për ekonominë dhe për standardin jetësor të qytetarëve. Vjojnë krisjet brenda koalicionit Vlen në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Kryetari i lëvizjes Besa Bilal Kasami shprehti zhgënjur me reagimin e zëvendës kryeministrit Arben Fetai, lidhur me zhvillimet e fundit në koalicion. Kasami porositi Fetain që çdo kush që nuk është në frymën e bashkëpunimit të vlerësoj veprimin e mëtuteshëm. Nuk kemi pritur një reagim të tillë duke patur parasysh faktin që Vleni ka nisur rrugtimin e tij dhe duhet të vazhdojë drejt përmbylljes së këtij procesi, deklaroi Bilal Kasami. Kryetari i Aleancës për Shqiptarët në Republikën e Maqedonisë së Veriut Arben Taravari përshëndeti vendimin e gjykatës themelore tetov, e cila vlerësoi që Taravari mbetet kryetari i partisë. Përmes rrjeteve sociale ai shkruan se pavarësisht vendimeve juridike, Aleanca u përket shqiptarëve. Partitë nuk janë prona personale, ata nuk u përkasin individëve, por njerëzve që i ndërtojnë, kontribuojnë dhe i mbajnë gjallë çdo ditë. Aleanca për Shqiptarët u përket aktivistëve që sakrifikuan, mbështetësve që besuan dhe qytetarëve që e votuan, shkruan Arben Taravari. Rajoni 80 milion euro është kredia që do të marrë Kosova nga Banka Zhvillimore Gjermane. Fondet do të përdoren për të mbështetur reforma në sektorin e energjisë dhe politikave klimatike. Ministri i Financave tha se kjo do të shërbejë si mbështetje buxhetore për reformat e parashikuara në kuadër të integrimit energjetik me rajonin dhe shtetet e tjera të Bashkimit Evropian. Pra bëhet fjalë për reforma të cilat na bijnë më afër, na sjellin më afër drejt konvergjimit, qoftë në politika, por edhe gjithashtu sa i përket përgatitjes së sistemit tonë energjetik, qoftë për të bërë antar në të drejtat të plota në ENCOE, e pastaj edhe për integrimin në tërë pra sistemin energjetik rajonal dhe më gjerë. Pra është një mbështetje jashtëzakonshme për cilin pra jemi falënderues ndaj shtetit gjerman dhe ndaj bankës zhvillimore KfW, e po besoj që bashkëpunimet tona do të vazhdojnë edhe më tutje, sidomos në fushën e energjisë, por edhe në fusha të tjera. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti akuzon Serbinë se po përdor ushtrinë si mjet shantazhi për të mbajtur rajonin e Ballkanit në tension të vazhdueshëm. Ky është një provokim i Serbisë, e cila natyrisht që dëshiron ta cenoj integritetin territorial dhe sovranitetin shtetëror të Republikës sonë. Bëhet fjalë për njësi të cilat e kanë trajnuar kryekriminalin dhe kryeterroristin Milan Radojić në banjës të Zveçanit për vrasjen e policit të Kosovës, herojit Afrim Bunjaku, por në të njëjtën kohë tregon edhe pafuqinë e tyre. Shefi i qeverisë në Prishtinë u bëri thirrje edhe shqiptarëve në Preshev, Medvegjë dhe Bujanovsk të mos bien pre politikave nxitëse destabilizuese autokrate dhe shtypse të Serbisë pas demonstrimit të stërvitjeve ushtarake me helikopter dhe parashutist në zonat të banuara me shqiptar në komunën e Bujanovsit dhe pranë kufirit me Kosovën. Kurti bëri thirrje faktorit ndërkombëtar që të ndëshkojë këtë qasje destabilizuese të Serbisë. Kosovë më nuk ka struktura ilegale të cilat mund ta cenojnë stabilitetin institucional, integritetin territorial, sovranitetin shtetëror, paqen dhe sigurinë për gjithë. Dhe nga kjo pafuqi e tyre që të bëjnë diçka brenda Kosovës, ta s'kan shkuar aty rrotull kufirit edhe përpiqen që të demonstrojnë forcën. Është provokim,
Ne për këtë i kemi shkruar faktorëve ndërkombëtar. Ishte Albin Kurti. Qytetarët e Ferizajt në Kosovë do të kenë një spital të ri shtetëror. Ky spital sipas ministrit do t'u ofrojë të gjithë banorëve të rajonit, përfshirë komunat përreth si Kaçanikun dhe Fanja i Gjelit, trajtim me shërbime shëndetësore cilësore duke përmirësuar standardin e kujdesit shëndetësor në vend. U nënshkrua kontrata për spitalin e Ferizajt dhe brenda 30 muajsh qytetarët e Ferizajt do bëhen me spitalin e shumë pritur tashmë, një spital modern me të gjitha kushtet në vlerë prej 24 milion euro, një spital i cili do t'i ofrojë të gjithë banorëve të atij regioni, po përfshirë edhe komunat përreth siç janë Kaçanik, Hani e Lezit dhe jo vetëm, trajtime, shërbime shumë cilësore. Radio 7, zëri pozitiv I qytetit. Qeveria shqiptare është kundër rishikimit të taksës së qarkullimit për të ulur çmimin e naftës. Ministri I Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi deklaroi se Shqipëria ka ndjekur model tjetër lidhur me taksën e qarkullimit. Sipas tij, taksa është në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian, por disa e segmentojnë në pikat e karburantit ndaljen e taksës së qarkullimit, disa e segmentojnë në pagesat e taksave të mjeteve. Ne kemi gjykuar dhe vlerësuar se marrja e taksës së qarkullimit në pikën e karburantit është mjeti më I mirë, sepse paguajnë më shumë taks ata që e përdorin më shumë mjetin, deklaroi ministri I Infrastrukturës Enea Karakaçi. Në një kohë që çmimi I naftës në Shqipëri ka psuar një rritje me rreth 16% nga fillimi I sulmit amerikano-izraelit në Iran, kryeministri paralajmëron tregtarët e karburanteve. Një takim me importuesit Edi Rama kërkoi që kriza të mos projektohet e tëra në supet e konsumatorëve. Në këtë mënyrë, sipas tij, shmanget rivendosje e bordit të transparencës. Nuk kemi parë të arsyeshme edhe duke u nisur nga komunikimet e mëparshme me ju përmes ministrave që të hedhim hapin dhe të kalojmë në bord, të merremi vesh që kriza në lindjen e mesme nuk mund të projektohet e tëra mbi supet e konsumatorëve. Kryeministri Rama kujtoi firmave tregtare se sipas ligjit kanë të garantuar një sasi furnizimi për rreth 100 ditë, ndërsa premtoi dhe futi në treg një operatori shtetëror si distributor shumice për të lehtësuar situatën. Ne kemi në konsultim publik ligjin për rezervën shtetërore, e cila do duhet të shtrihet fizikisht në 100 ditë, në 3 muaj më saktë. Jemi në punë për të finalizuar edhe një nisëm që kemi ndërmarrë për të futur në treg si distributor, garant dhe distributor shumice, një faktor shtetëror. Gjë që ne besojmë do ta bëjmë më të lehtë dhe për ju. Kryeministri përjashtoi mundësinë e rishikimit të taksës së qarkullimit. Ministri e Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahima në bashkëbisedim me furnizuesit e naftës paralajmëroi kontrolle të vazhdueshme për të parandaluar rritjen e mëtejshme të çmimit të karburanteve. Sipas ministres, ndonse në botë çmimet janë rritur deri në 40%, në Shqipëri rritja është nga 10 deri në 15%. Gjykojmë që nuk jemi ende në kushtet për të ringritur atë bord, ndonse hapësira ligjore ekziston dhe patjetër që nëse ne do të shohim që ka luhatje dhe ka abuzime në marzhet e fitimit, do të futemi në atë regjim, pasi qëllimi ynë kryesor është mbrojtja e konsumatorit dhe garantimi që çmimi reflekton kostot aktuale. Ishte Delina Ibrahimaj. Shfaqje mediatike e komentoi deputeti I Partisë Demokratike në Bosdo takimin e kryeministrit Edi Rama me importuesit e karburanteve. Sipas tij, as bashkëbiseduesit dhe as mesazhet e Ramës nuk e zgjidhin çështjen që shqetëson shqiptarët sot. Koston e 1 litri nafte, që sot kishte kapur 2.000 lekë, kur Kosova dhe Maqedonia, të dyja pa det dhe pa porte, paguajnë 30% më pak. Bosdo theksoi se çmimi I karburantit në Shqipëri është 2 herë më I lartë se Kosova dhe Maqedonia, për shkak të taksimit të naftës me 60%. Zgjidhja sipas tij qëndron në rishikimin e taksës së qarkullimit. Nuk ka arsye pse vende si Kosova, Maqedonia e Veriut të kenë çmime 20 deri në 30% më të ulta për karburantin dhe mekanizma më efektive kontrolli në kohë krize. Po e mbyll këtë komunikim me një thirrje për mazhorancën, për ta miratuar këtë iniciativë të Partisë Demokratike, sepse propozimi I Partisë Demokratike nuk është populist, përkundrazi. Kjo paketë ligjore është e aplikueshme sot në shumë vende të rajonit dhe të Bashkimit Evropian. Miratimi I kësaj pakete është një nevojë
urgjente për qytetarët dhe ekonominë shqiptare, sepse siç kemi thënë gjithmonë, energjia më e shtrenjtë është energjia që mungon. Qeveria italiane heq akcizën e karburantit për 20 ditë dhe ul çmimin e naftës me 25 cent për litër. Procedura miratuar nga Këshilli i Ministrave ka qenë menjëhershme. Kryeministri Giorgia Meloni e cilësoi këtë si një masë kundër spekulimit dhe për të përmbajtur kostot shumë të larta të furnizimit me karburant. Opozita kishte kërkuar një masë të tillë që në fillim të luftës, por tani vetëm 3 ditë para referendumit, Partia Demokratike e kritikon si një vendim me qëllime elektorale. Qeveria ka vënë në dispozicion pak më shumë se gjysmë miliard euro për të ndalur rritjet e pajustifikuara si dhe rritjen e mundshme të çmimeve të lidhura me krizën. Bota. Rafineritë e naftës vijojnë të jenë prej sulmeve iraniane mbi vendet fqinje. Rafineria Samref e gigantit të naftës saudit, Saudi Amrokut, vendosur në portin e detit të Kuq të Jambus, u godit nga një sulm ajror. Ndaj këtyre sulmeve reaguan dhe vendet arabe. Përfaqësuesit nga Bahreini, Kuvaiti, Libani, Katari, Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe vendet e tjera të rajonit dënojnë sulmet e qëllimshme të Iranit, të cilat sipas tyre kanë shënjestruar zona banimi, infrastrukturë civile dhe objekte diplomatike. Këto nuk mund të justifikojnë në asnjë pretekst, thuhet në deklaratë. Kompleksi petrokimik i Iranit në fushën e gazit South Pars godit nga sulmet ajrore. South Pars është fusha më e madhe e gazit natyror në botë e përbashkët midis Iranit dhe Katarit dhe ka një rëndësi etike për prodhimin energjetik të Iranit. Krahas asaj, Teherani dhe Moska deklaruan se një sulm kryen në një zonë pranë termocentralit bërthamor të Busherit të Iranit në Gjirin Persik. Aleksi Likash, drejtori ekzekutiv i kompanisë ruse të energjisë bërthamore Rosatom, i cituar nga agjencia e lajmeve ITAR-TASS, tha se sulmi goditi zonën ngjitur me ndërtesën e shërbimit të meteorologjisë që ndodhet në vendin e termocentralit bërthamor të Busherit pranë njësisë së energjisë operative. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump publikoi një postim të gjatë në Truth Social lidhur me sulmin izraelit ndaj fushës së gazit South Pars në Iran. Si kundërpërgjigje ndaj këtij sulmi, Irani goditi Ras Laffan në Katar, një zonë industriale që përmban objektin më të madh në botë për përpunimin e gazit natyror të lëngshëm. Trump deklaroi se nuk dinin asgjë për sulmin e Izraelit dhe paralajmëroi me përshkallëzim nëse Irani sulmon sërish Katarin. Trump shkruan se Izraeli nuk do të sulmojë më fushën e gazit South Pars, përveç se nëse Irani vendos në mënyrë të pamend të sulmojë një vend tjetër të pafajshëm, që në këtë rast ishte Katari. Ai thon se nuk dëshiron të autorizojë këtë nivel dhune dhe shkatrimi për shkak të pasojave afatgjata për Iranin, por nëse impiantet e Katarit sulmohen përsëri, nuk do të hezitojë ta bëjë, shkruan Donald Trump. Kryeministri australian Anthony Albanese konfirmoi një sulm iranian ndaj bazës ajrore Al Minhad rreth 20 kilometra në jug të Dubait. There was an Iranian projectile hit near that base. I can confirm that no Australian personnel were injured and everyone is absolutely safe. Në të janë të stacionuar mbi 100 ushtarë australianë së bashku me një numër të vogël të personelit britanik dhe amerikan. Një blok banesash dhe një strukturë mjekësore pësuan dëme të vogla për shkak të një zjarri që shpërtheu pas goditjes me raketë albaneze, duke shtuar se nuk pati viktima. Kjo është era e dytë që baza është goditur pasi më parë ishte shënjestruar nga një dron iranian. Turqia paralajmëroi vendosjen e raketave të reja Patriot në bazën ushtarake Incirlik në juglindje të vendit në provincën Adana. Shkaku bën zhvillimet e javës së kaluar ku sistemi i mbrojtjes i NATO-s shkatroi një raketë të tretë nga Irani të drejtuar drejt hapësirës ajrore turke. Përveç masave kombëtare të marra për të garantuar sigurinë e hapësirës ajrore dhe të qytetarëve tanë, një sistem shtesë Patriot i caktuar nga Komanda Ajrore Aleate e Ramsteinit në Gjermani është në proces vendosje në Adana, përveç sistemit Patriot spanjoll që tashmë ndodhet në bazë, njoftoi Ministria e Mbrojtjes së Turqisë. Rihapet zëri i Amerikës. Një gjykatës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosi se mbyllja efektive e zërit të Amerikës vitin e kaluar ishte e palishme dhe se qindra gazetar duhet të rikthehen në vendet e punës. Gjykatësi Royce Lamberth u dha autoriteteve një javë kohë që zëri i Amerikës të rikthehet në transmetim. Vetëm disa javë pasi u rikthyer në detyrë si president, Donald Trump zori një urdhër ekzekutiv për të mbyllur median, të cilin zyrtarët e tij akuzuan për paragjykim të majt. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.